Miqtë mi të dashur, me mu sot në studio për këtë intervistë shumë interesante Abetare Gojani, mirë se erdha Abetare. Si gjeta e te. Inshallah nuk ju kem zgju herët, po e keni kështu rutinën zgjoj herët çdo ditë. Po, veç sot pushim. Po sot ditë pushimi, ja? Po unë në fakt mëngjes kur erdha, jo pushim, po këtë mshel nuk livret ke kërkosh tash ka ku ka ndodhur, këshyra kalendarin tash, mos o viti ri pa. Mos jam du të më pushu dhonë. Po mos o dashur të dhoni më pushu. Abetare mirë se erdhe. Faleminderit se gjeta, faleminderit. Çish po duket kjo ambienti jon këtu kemi këtë me lula, me ndryshim, me diell, me këtë mira. Gjakova, ambienti shumë inspirues, pozitiv, me diell, me dritë. me dritë natyrale diell. Me dritë natyrale që është shumë e rëndësishme, kështu që shumë i mirë ambienti. Për ndryshe Abetaria o bë gati me studiu mjekësinë, u ardh deri te fakulteti po konë dille, po konë fakulteti Mshel. I kanë me dokumentat në dorë, edhe mandej e ka bo një kthes të madhe në jetën e vetë, edhe realisht u bo një nga zonat më aktiv, inovativ të qytetit tonë. Qysh ndodhi kjo kthes, Abetare? Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për prezentimin. Qysh u bo, faktikisht, unë jam gjenerata që kum kry shkollën mesme në 2008, edhe atyre normalisht të profesionet me shkenca kanë qenë ato që ja ka vlejt me u mundu, se mjekët janë konë të respektum edhe u konë një pozit që ja ka vlejt me kontribu. Du ka ndru tash për 2008-ës është ka ndru gjithë shka. Edhe jam falendëruese që ku më ndru edhe unë drejtimin, çdo ditë më shumë, kështu që qysh ka ndodhë është se ku më mësu faktikisht për fakultetin e mjekësisë me hi, se dojsha, shkëshin shkencat shumë, ke kimia, biologjia ku mbrim të pjesa memorike, unë jam asi personi që nuk di më mësu për menç, ose mësoj me bazë mi kuptu, ose lo krejt, edhe në fund të shisha që manti kam diku tjetër, po kënej zemra ma doj ke mjekësinë edhe m'ju ndimu njerëzve, për shkak se shambullin e kisha në shpe mjekun që ju ndimoj ke njerëzve dhe atyre ordinancën e kemi pas në shtëpi, çdo ditë jam dalë mi hap dyrt kushdo që është ardhë me kërku ndim, kështu që e kum bo një bised me prindrit e mi që ashtu që pëthu ti një dile, majnë mandë nami, një kum thu prind, ju kum hi faktikisht në dhomë, edhe ju kum thonë qëtët a ka lidhje nëse une nuk përdu me studiu mjekësi, se qëtët nuk përnina që muj me kontribu, adin e shisha që aftësit e mija komunikuse, menageriale, është ma shumë shka dojsha me ushqy atë pasionin tam, edhe normalisht prind të me, edhe pse 2008 jënë konë shumë bashkëpunus, edhe më kanë thonë, vazhdo shka ta donë zemra, po hajde ta bëjmë një plan. Hajde ta bëjmë një plan, fatmirësisht e ki pas përkrahjen, sepse tash nështë ta kishe me qenë një mjeke që priton me dalë në punë në spital, të shku me zërë. Po ka të dhamë për t'ja bo pacientë, o shka për në shpive. Mere një vitamin C. Do më thonë, vendim jo i vështirë, po vendim që ta ka letësu edhe ty mundësin me... Ka petë për më thirë Luani, pëse më Luan për më thirë, më Luan, pëse më për më thirë. Mirë, Abetare, rrugtimi jytë në inovacion, në edukim, mandej, qësh filloj, qësh? Po, atyre që shfillaj është që unë normalisht në 2008 në puna ma andër që kemi pas na, do më thonë të rritë, u konë me punu në bankë. Nëse ki punu në bankë, je konë shumë i privilegjun, je vesh bukur, ki vesh një këmish, pantolla, kanë Gjakova, i dojnë për pauza. Do më thonë... Allo, përdojnë, anej. Qa respekti ma i madhë je konë me punu në banka. Edhe nëse ki këqyrë kush është të punësu, në 2008 kanë qenë vetëm bankat që kanë punësu studenta prej fakultetit ekonomik. Edhe unë e kum pas kushte 2 fakultete me hi, dojsha normalisht, dojsha ok, se kisha qef, disha anglisht, edhe fakulteti Amerikan ka qenë atyre gjenerata 3 ose 4, edhe prindët e mi më kanë thonë që nëse do na ok, dush më na dëshmu që mund është më pranu
fakultet publik ekonomik, kështu që paralelisht kom mësu për 2 provime pranuese. Anglishtja nuk ish sa din anglisht, po a din teknik të anglishtës. Kom mësu, kom pas fatin me profesorin Shukrej, edhe shisha që TOEFL-i atyre nuk është sa din, pa e din teknikat. Matematik, edhe fakulteti pranues në o ka pas matematik, po isha hajtë se unë e di matematik, s'kam nevojë, se dusha shumë sa në njëtën kohë. Matematik s'mësoj heq. S'ku me mësu heq. Kështu që fakultet ekonomik shtetënor hina, e 5 anglisht dola, në rregull u kry, kur më rrim të auku, anglishtën e kalova, edhe matematikën, po matematikën nuk më kalu për 1 pikë ma shumë se minimumi, që s'kum pas kohë me mësu, e matematika i shkon matematik logjike, këtë dhe më thonë, detyrat natyrave tjera që unë e ku më shtru, sa ja është dasht më shtru, kështu që hina. Mandej, familja ime ka bo disa intervista familjare, se normalisht na kishim të afërm që ju dheqin disa banka shumë të forta në Gjakova tjere, edhe për që ku po vinë ma mirë punëtor ta prej UP-s, a prej AUK-u, ta kështot edhe krejt normal, thashin AUK-u, ne isha gachme. Edhe mandej, mama e babe në më kanë thonë që në rregull, viti parë shko në AUK, për me vazhdu dytin, e ki kusht me marë bursë me mesatare, që ku një based on merit scholarship. Kështu që e ku marë, e ku më kalu që atë kushtin, vitin e dytë, ma ndej 2 vitet të fundit ku marrë bursë 100% në punën ku jam sot. IPCO Foundation ka qenë atyre, 100% ma më pagu shkollimin. Kështu që qështoa historia jame. Qysh kun fillu me projekte metrik, ka qenë si bursiste është ha pozita në IPCO Foundation edhe për projekt menaxhere. Edhe une prej vitit parë, studimeve, pushimet verore, si mërja jame u këthy në Gjakov, unë e fitova një bursë, fitova një punë vullnetare pa pagesë. Për ne e shumë rëndësishme, se në atë kohë nuk e njishim kërkan Prishtinë që mund në animu me ngrit pozitë ose me marë praktikë, edhe mama e babën e më thëshin, shko, na ta pagujim qëran vetëm, ta pagujim rrugën, po shko non se nuk e ngjojmë kërkan. Edhe jam shku, 3 muaj u konë, mas 1 muaj e gjysë më kanë shti në pag të rregullt, edhe më kanë regjistru si punëtore, edhe do të thotë prej pushimeve të para verore punoj. Qaja kompania ku më punu, ka pas klient IPCO Foundation, edhe disha komplet shka misioni tëne. Kur hina ma ndej më punë, si bursiste, mu hap konkursi për projekt menaxhere në IPCO Foundation, edhe në intervist, disha krejt një të regu shka kishim bo ma mirë, shka kishit bo ma ndryshe, ose shka kishim vazhdu me bo, edhe fitova pozitën unë. Unë fillu me një laptop, vogël, në shtëpi, në banes me qëra, edhe sot jam, do më thoni, kemi 3 zyra, jemi në Prishtinë, në Gjilan, në Lipjan, jemi diku 11 punëtor të rregullt vetëm në Prishtinë, i angazhojmë 50 vullnetar brenda vitit, edhe me misionin toni kemi prek 50.000 të rinj. 50.000 të rinj. Edhe vetëm vitin 2025 i kemi trajnu 3.000 vajza në fushat e shkencës, teknologjisë, inovacionit. Foundation House. Tash është The Foundation House. The Foundation House, po është... E kemi ndru emrin. Çfarë ndikimi ka sot? Na jemi të çdo i ri, i cili ka faktikisht ndikim social, dhe do më thonë të çdo i ri që nashta nuk ka akses në edukim të barabartë, nuk mundet me pagu një kurs që është me pagesë edhe ndihmon në edukimin jo formal. Jemi të ato, dhe më thonë, njihemi si kontribues të niche groups, të ato grupe që s'shkon kërkush, na jemi shku për herë të parë. Ndikimi jonë është kryesisht me aftësi do më thonë të shekullit 21, edhe aftësi tash të fushës AI, teknologjisë, edhe shka do që del, na jemi të parë që sjellim. Për shembull, Mira Amërati që sot është shumë, do më thonë, in si tem, edhe tash krejt e njohim, para 3 vitesh ka qenë musafire për të parë dhe të fundit në Dokutek, me ne në Prishtinë. Kështu që kjo është, mundohemi. Po më intereson kur e kuptove që puna jote dhe ekipes po prek realisht jetën e trive, qysh
u frymëzosha, kishe dëshirë që me... Në ashta mi ndërlidh me Gjakov, kisha do shumë, vitin 2016 e kemi pas një projekt Ducati i madh i Luksemburgut e pat financu, edhe 3 komuna kemi pas me punu Gjakov, Kosovë edhe Mitrovic. Gjakov ka qenë shumë interesant se jemi ardhur me disa tavolina, do më thonë trumbllak ta ku kemi diskutu prindër, nxans, edhe kemi pa që ende projekti ka qenë me i ndihmu të rit më orientu në karrierë, se kemi pa që ku po dalim prej shkollave të mesme edhe po zgjedhin fakultetin, trit përkry një fakultet tjetër, po punojnë diçka krejt tjetër. Na në Kosovë nuk e kemi sistemin si në Amerikë që prej 14 viteve mundesh me dalë me vizitu universitete, me qysh ka dënë me studiu apo të pëlqen kjo se aj. Na e dini gjithë që e kemi pa kryjm shkollën e mesme, atë testin përfundimtar edhe kur të vesin a ki vendos çka me studiu që nuk e di, edhe janë midis dy dilemave shumë kontra dhe të fushave krejt ndryshe. Kështu që projekti ka qenë me ndihmu, me i testu pak fushat të ndryshme që me ju japat ndihmën që shka i shkon ma mirë me studiu. Kështu që në Gjakov, që aja që më ka motivu shumë, u konë se një kurs u konë me ndihmu për public speaking, trajnim. Edhe kemi marrë zonën regjisorën, zonën e Hoxhës, femartit edhe art polisit si trajnere, edhe ti e din që është, nashta, përsa e din që është zona, edhe u hi në shkollat mesme, u hi të këta, edhe do më thonë ju ka thy atë barierën e public speaking, fjalimit do më thonë pa këto barriera që na fiksohem, jemi si popull që jo vetëm të rritë shkollave të mesme, po dhe të universiteteve unë shoh me konferenca, nësë ju qatë mikrofonin për para, Nalen. Edhe putet filmi nuk dina. Nëse fol pa mikrofon, do më thonë trolli janë ata që kanë guxim me fol në publik, e lemo me mikrofon. Kështu që zona pa të arrit me ju thyqit barierë këtu në trive, edhe ju tregoj ke që a don art me studiu, a don komunikim me studiu, mundesh mi bod, më thonë edhe që shka qenë feedbacku, so në nuk jam konë në trajnime, do të thonë, në jam konë të rezultatet, kemi marrë telefonata prej një 12 prindve, fëmijëve të Gjakovës, edhe na kanë thonë çka keni bo me fëmijët tonë. Se sot edhe në shtëpi është të fol ma shlirë, sot edhe në shtëpi po shprehet ma shlirë, do të thotë pi tregon ndjenja, dëshirat, edhe nuk e ka më fëmijën që ashtu të ngurtë shokon. Edhe kemi pas kështu komente pozitive që çka do që keni bo, veç vazhdoni bëni. Kështu që mos e nalni dorën. Kjo është ai motivi që e merr çdo ditë, edhe tjetra është normalisht që të shtin me punu dhe ma tepër nga drejtet, shtin me vazhdu, adin të motivon, se është shumë sfid me përfaqësu një OJQ në Prishtinë, ku ka shumë OJQ, po edhe njëkohësisht ku jemi të kalu në këtë fazën e donatorëve që krejt jemi të njëk njëtin donator, se normalisht edhe në paksut ashtë. Me ndërprerje në USAID-it, dukshëm jo vetëm nashta ata që kanë pas benefit direkt prej granteve të USAID-it, mirë po të na kemi pas të donator tjerë të kalujt një domino effect, që krejt nalen, do më thonë kemi pas raste ku kemi kalu projektin, edhe na kanë thirrë na falni se po dojmë mi rishiku objektivat. Që ajo shumë e keqe. Na ka ndodhë, në organizatën tonë ka ndodhë. Se veç janis projektit, mas nej. Po në këtë rast të je veç përfitus nuk ish ka banë, donatorër qaj që të dheq. Kështu që është këgja një krizë edhe kur të aplikant, më thonë veç më organizatë teme, në mujtë i dorëzojmë rreth 17 aplikimet ndryshme. Edhe në fund nëse merr një farë reward, që ujmë na adin edhe na dojmë motiv, edhe na dojmë mirënjohje. Kështu që krejt këto aktivitete si javën e kaluar që kishim në presidencë, do të thotë me presidenten Vjosa Osmani që tashmë përfundoi mandatin, krejt këto do të thotë kur na ftojnë me festu krejt atë rrugtimin bashkë, kontributin bashkë, krejt kjo është ndihmë për ne, është mirënjohje për ne. Mos më konë këto i shkon shumë shtirë me shty për para. Definitivisht. Një punë që është humane. Po më intereson që ata 50.000 të rinë që i përmena ma heret. Qysh i sheh ata sot? A kine i farë
Po, vizion. E kemi bo, na më organizat investojmë vazhdimisht, e kemi bo një farë analizët të impaktit, ku kemi bashkëpunu me Fakultetin e Edukimit dhe kemi marrë pikrisht stafin edhe psikologat brenda që i kanë dhe kemi japë si projekt me na studiu dhe të vitin e fundit sa ka pas impakt puna jonë. Po. Ata sot janë secili ma mirë se tjetri, për shkak se kemi japë një edukim jo formal ose një aftësi shtesë të asaj që kanë studiu çdo ditë. Edhe se cili sot dhe të thot është unë e di disa Gjakovës kanë qenë shkollave të mesme, sot janë ardhën në fakultet në Prishtinë, po ata përvojën e punës tëne e kanë për shkollave të mesme, edhe mira ka qenë me pa bashkëpunimin e DKA-s edhe në Gjakov, drejtorisë komunale të arsimit edhe drejtorave të shkollave, që qysh në shkolla do më thonë fillore dhe të mesme e kanë kuptuar rëndësinë e aktiviteteve jo formale në do më thonë në raport me edukimin e që është shumë rëndësishme. Se shka mëson me një konferencë dhe me një aktivitet jashta mësimor, ti nashta 50 shkollë, 50 fakultet nuk mund është millin një qasi fjalimi. Kështu që jam shumë e lumtur me thonë që kemi pas edhe vullnetar të Dokutekut, që është platforma që udhëheqim për 14 vite, Komunës Gjakovës, shkollave të mesme Gjakovës që janë ardhë, i kanë hypa autobusit, kanë kontribu, ata din ku kanë flajt, do të ta kanë flajt motra, vllavja, kush do i afërm, po veç kanë dashur më ardhë me kontribu, dhe jam shumë e lumtur. Normalisht. Që janë ardhë për Gjakovës. Me pas një forcë të madhe në mundësi me ndiku edhe te kurrikulat mësimore edhe te Ministria e Arsimit në këtë drejtim i shkon shumë pozitive. Se jemi tu pa qysh vullnetin e trive edhe stagnimin nashta se po i mësojnë gjanat ma përpara se që duhet, edhe mandej nuk po kanë ndërim me najtë në për shkolla dhe po kanë mandej për kryon shumë probleme. Po më intereson, tash të numrat du më dollë, i keni fuqizu 3.000 vajza. 2025. Në vitin 2025. Edhe normalisht është shumë e rëndësishme, po bashkë po du me dëgju për i teje, pse është kaq e rëndësishme që mi fuqizu vajzata? Se kur ta fuqizoni vajzë, e fuqizoni familje, aja dihet. Nana është shtylla familjes, edhe nëse nanën e kitë edukume, shkollume, din me përmu komplet familjen edhe fëmit, të që baza kryesore fillon për nanës, ato adim. Se në fushën e tik që është misioni organizatës teme, është se ende, sidomos qytetarëve që thojmë na, që mendojmë që kanë edukim ose kanë pas qasje në edukim më të madhe se prindrit që vinë për rrethinave, problemi është që ato mas shumë ti. Ende kemi prind që kur t'i thirrim i thonë vajza jote ka fitu një bursë për një kurs me teknologji, thotë pse më ardh vajza, djali është për kompjutera. Po, pikërisht dashna me vetë çdo stereotipet. Hala ka kështu domethënë. Për çto na vazhdojmë punu, është viti 2026, jena të fol për çtem, kena vazhdu më fol, se nuk mundesh mi ndru çat mindset. Kështu që na mundohem nëpërmjet projekteve tona mi eduku jo vetëm vajzat, po edhe djemt. Hala po mendojnë që teknologjia është për djem. Po hala po mendojnë. Është gjini mashkullore. Se kompjuterat nuk ban ose banderi, me hypën bander, me ndrejt diçka. Do më thonë kemi rasta dhe kemi gra shumë suksesshme që për bander, nuk o që për bander edhe unë besa bisedova dhe ma heret me Vilsen, është Uta Saqia që njojmë krejt, është mirë mi pas në emision, ajo është që hyp faktikisht në bander, edhe që i kanë thonë krejt kolegët poshtë me pick-up, që se për bjanë që unë e hypi, edhe adin është që atë shamë dhe kryesor para sa vjetë, nëse ajo ka mujtë, çka kanë këta tjerë. Çka ka Velsa që t'hyp sot? Ose unë, ose s'po di. Afrim Berisha nga Suedia, për të përshëndetjen në emër të Katundit Vëlljo, komuna Klinës, uroj na pranoni këtë përshëndetje edhe pse është katunarës. Po kesh. Edhe do të përshëndes këtë vajzën e Gjakovës dhe i them me njerëz si kjo shkojmë drejt BE-s. Faleminderit shumë për këtë fjalë. Na jena mundu edhe me Vlorën faktikisht, UN Women, që di që ka qenë mësafire jotja, jemi shku ku su shku kërkush, sidomos mas pandemis. Projekti është quajt Reconciliation, edhe ripërfshirja krejt qëtë në trive që kur ndodhi pandemia nuk patën qasje në shkollim, në shkolla, do më thonë
qytetarët cilët kanë pas laptopa në shtëpi e kanë vazhdu shkollën edhe online. Mirë po ata që s'kanë pas telefona mobil, laptopa kanë stagnu. Çka kemi bo mendimin e UN Women është që jemi shku në këto shtëpijat, në për fshatra, në për këto komuna që janë ma të vogla, edhe ju kemi hi mrena familjeve, edhe ju kemi jap laptopa, ju kemi ndihmu qysh me hap email, qysh me u kyç online në klasë dhe qysh mi dëgju ligjëratat. Ndihma nuk është Kosova Gjakov, nuk është Kosova Prishtinë. Këto ndihma ka nevojë të thotë në krejt rrethinat, në krejt vendet, ende janë ato grupet që janë t'lone mas. Nuk mundesh me thonë që është zhvilluar një shtat me teknologji nëse ki qasin internet dhe ki wireless edhe të punon wireless shumë power, ajo është bazike. Mirë po në që ato grupe që jemi shku dhe të thotë ki pas tri që s'kan dit mi hap emailin, s'kan dit shka është faktikisht emaili, kështu që me qëto aftësi jemi mundu me e bo. Abetore, do është ta me të pytë të qëto gratin në teknologji që folëm, që vajzat, gratë. Vajzat dhe gratë. Po, a ngrit numri tash, qësh është, a ka mjaftu shumë gratë në teknologji? Në UP-n, fakultet publik, do më thonë edhe dek që janë me FSHMN, elektro e këto, ngrit, është mbi 55%, po shka më intereson mu është tash faktikisht apo arrin me kry krejt studimet, edhe ku përshkojnë që ato që pi kryjnë studimet. Edhe tash edhe jena të marrë edhe me diçka tjetër, se tash edhe pozitat, dhe më thonë, matë nalta, leadershipe ose seniore, të krejt kompanive të IT-ve në Kosovë janë të udhëhequra nga djemtë dhe burrat. IT po. Nuk ju japin atë besimin me ju udhëheq vetë, dhe më thotë gratë. Po am këtë shembullin e Drejna Akusarit. Organizata jeme ka pas musaferën e Girls in ICT që mbahet në fund këtij muaji për shembull. Edhe ka ftu Enkas dhe tëtë me ardhe dhe me tregu për sukseset e saj 2018. Drejna është shembulli më i miri që e tregon sa mundesh me arrit, edhe që po mre pse jo një grua e suksesshme mos me pas dhe të thotë pozitë seniore në kompani. Nëse ajo ka mujt atë ku është me krejt atë konkurrencë, pse nuk mundën të rritë tonë me pas. Kështu që na jemi të punu tash me u siguru që sa prej vajzave dhe grave janë të arritë me i marrë këto pozitat seniore të kompanive. Se kryjnë mirë vjen, e merë një pak mesatare e merë. Edhe besimin. Po, qaja është besimi, po është edhe mënyra që ti e shet veten. How you pitch yourself, thojmë na. Edhe janë këto aftësit soft skills që nuk është soft skills sa të veçush mi shkru një CV, edhe një letër motivuse. Të është qysh negocion çdo ditë me supervisorin tonë, qysh e pitch punën tonë, qysh e prezenton punën tonë dhe sa ki guxim që për ndërlidhe me trajnimin e zonës, sa ki guxim ti me fol për vetveten, me tregu punën tonë pse ti e meriton që atë punë, pozitë kështu me radhë. Kështu që vajzave duhet më jap pak më shumë zemër. Vajza, jepni zemër vajzave të gjithë, se me vajza e kemi pa suksesin e vajzave shqiptare, që na kanë zbardhur fytyrën në gjitha aspektet. Po kjo abetore inteligjenca artificiale a është në rrezik? A në mundësi për të? Unë nuk është si rrezik, as për ftrit, as për neve, se do të thotë është mundësi, jo rrezik. Është mundësi, edhe është mundësi cilën është mirë me shfrytzu të gjithë, për shkak se nëse ke arrit për një orë mi bo 2 punë, për një orë sot arrit mi bo një 10 punë për një herë, mu personalisht më ha lehtësu jetën shumë. Ta lehtëson. Edhe çdo kujt ja lehtëson jetën shumë. Është mirë me hi edhe në trajnime që i shohim online secili, edhe nëse nuk je inxhinier, sa asu nuk jam inxhiniera. Unë nuk kom studiu, dhe më thonë administram biznesi me ekonomi, ama i kam tash certifikimet për AI, edhe non-stop. Jam tjetër një anisi me 14 prill, kështu që ideja është që non-stop dush më najt në djeni që kush ka është të ofru dhe shka po ndodh, nëse don ti me më otut për AI. Nuk mundesh me thonë sot që si besoj, përdori shembullin atletin, ChatGPT-n sekret po thonë, mëse vetë se ran, jo nuk ran, edhe në varë qysh ja kërkon dimen, a ki me pagesë që është $20 në muj që së shkurgjon, krahas që ka merë, ta shka ndalë dhe platforma tjera që kjo cloud për shembull që është perfekte,
Kështu që nuk mundesh me thonë jo s'kam guxim me përdor AI-n. AI sot po ju ndihmon dizajnerave shumë, nuk pi zaventson punë të dizajnerave. Nuk e zaventson sepse edhe AI furnizohet për njerëzve. Ashtu, po dhe i ndihmon faktikisht qysh me kryen punë më shpejt, qysh mi bë më bukur, t'jap tips ndoshta njëjtë edhe për video making, edhe për këtë pjesë tjera. Unë nuk besoj që duhesh mi friksu AI-et që ka me ta marrë punën. Unë mendoj që duhesh mi friksu nëse nuk e shfrytëzon AI-in. Nëse nuk din me komuniku. Nëse nuk e shfrytëzon AI-in që ti mi bë më mirë punën. Dhe pak e pata që tuni nuk e di ku met diçka ke Edi Regja, po nuk e di pse po ndodh shkjo, po e pata një përshëndetje, tash na del me siguri, po Edi Regja Dula, thot abetore është shembulli më i mirë i shoqërisë dhe i grua support. Jemi krenar që kemi një përfaqësuese të tillë nga shteti ynë atje në Kryeqytet. Faleminderit. Edhe na përshëndesim, edhe abetore, po më intereson sepse edhe ashtu jemi në fund të emisionit, kemi shumë çka me fol, po kaq është koha jon. Po më intereson për fund me ditë, Po. për trit që po na shohin neve tash për momentin, mi pas një mesazh. Po. Çfarë kishe thonë ti? Po shpresoj që është të mpana i ri. I kom domethënë për publikun, po kallëzoj që kam edhe një 20 pyetje pi fshi, kështu se veç u kry koha. Po edhe nëse nuk janë të mpa të rrit, po janë të mpa prindet që ato në të rive, uroj që të më dëgjojnë. Sot jemi me fat që jemi me një kohë ku secila organizat është të ofru mundësi pa pagesë që të rritë mu trajnu. A janë konferenca, a janë trajnime, do më thonë ata të rritë të sodit veç duhet me i bo follow në Facebook ku secili ka llogari, në Instagram ku secili s'kam dyshim ka llogari, me i bo follow faqeve që duhet, adekuate për më kyçën këto projekte. Po. Edhe janë mbi qindra cilat kanë projekte për Gjakovën edhe për Trit në Kosovë. Me i bo follow faqet, me i njek trajnimet, me u kyç trajnime, kur unë kam qenë moshën e tëne, kemi pas zero mundësi, lejmë o pa pagesë. Sot dhe të veç organizata jeme, Women in Tech Kosova, me të utën, YMCA, dhe të thotë e plot të tjera që janë edhe ofrojnë trajnime për tri, sidomos edhe Gjakovës, atë farë vlerën e trajnimit është diku 3.000 euro. Se ti nëse e ofron një trajnim me certifikime edhe sjell trajnera certifikun, do të thotë kretë këto janë me pagesë, që ti shku kudo me i marë, qaja paketa, për shembull që kemi ofru për tritë e Kosovës, e Gjakovës, në këtë rast me Women in Tech Kosova, ka qenë 3.000 euro vlera, kanë marrë pa pagesë. E kanë marrë free. Edhe u dushim me i lut Gjakovës me marrë pjesë, do të thotë. Hadi Dhe bre. kemi marrë qëtu në qashin e jupave trajnimin. Kështu që është mirë me konë ma vigilant sa i përket informatave. Më informu. Se kur gjo, veç jetu përparu ose jetu ja kursy vetës diku 5 vjetë mësim shtes. Edhe shenë ma ndej në fond që s'ki me do mos nevoj me shku në PSHMN ose në mjekësi, mund është me kry diçka nëse duesh sot është me kry fakultet, se jo mo pa tjetër, po sot nuk dvet kërkush pa fakulteti e ki kry. Dvet nashta unë një intervist mos e ves kërkom. Unë i këshyri pjesën e certifikimeve, pjesën e aftësive tjera që pi komplimentojnë punën e përditshme. Jemi me fat si popull që kena mundësi që hala donatorët po pagujnë që të rritë mu trajnu. Jemi ende me fat, nuk di që shka me qenë me ndryshimet e fundit politike edhe me luftrat që janë të ndodhë, ku ka me qenë fokusi donatorëve në të ardhmen, a ka me pas kurse trajnime pa pagesë për tritë e Kosovës, andaj është mirë me i shfrytzu këto mundësi, edhe prind nëse i shohin atë djathas copy link edhe në Viber krejtve, ose ka njëherë dhe me apliku për ta kemi pas raste prind që kanë apliku për fëmijë që jemi konë shumë të lumtur, se kur ta kupton prindi është suksesi dyfisht. E di ma tregon që në mësimdhancë prindë dhe fëmijë nëse nuk janë të trijat bashkë mirë, nuk mundet as vetë nxënësi ose studenti me qenë i suksesshëm. Definitivisht. Betore, të falenderoj shumë që e ke dhe të uroj shumë sukses. Uroj mos munal, normalisht me shumë punë, edhe me ndihmu, me ndiku, me pas shumë ndikim edhe tek trit e qytetit ton, edhe pse jeni me
vendbanim Prishtinë për momentin. Besoj që normalisht je edhe me menaxhim tek doktoresha, tek mama, të cilën e përshëndesim me siguri për na dëgjon. Të dy doktoreshat i përshëndesim. Faleminderit. Edhe s'po di çfarë më ton tjetër. Faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit shumë. Shihemi e suksese. Faleminderit. Me ishte të dashur duke i falendruar të gjithëve që ishit me mua. Unë i përshëndes partnerët e mi, Neptun Kosova, A&M, Agusholli, fshati Gjelbër, dhe të gjithë juve që ishit me neve, Hotelin 12 e shumë të tjerë. Shihemi nesër, ju don shumë Edi Keq. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Kate Beck. Hey. Mirëmëngjes. Shkoj dita. Jeci dita. Kush e pat mellen me bodi shka boni. Kush se pat maroj. Ajde, kejt më qupi gjumit. Nusi kesh. Ama mirë këtu, a atje.